Përshëndetje miq të Fox News, jemi pozicionuar në këndin e intervistës ku ditën e sotme kemi vendosur të flasim për një çështje shumë të rëndësishme e cila është pikërisht prona e qytetarëve. Ka pasur protesta të shumta në disa qytete të Shqipërisë, por ajo çfarë në fakt ka marrë më shumë vëmendjen dhe ka qenë më e ndjeshme, ka qenë ajo protesta e rjollit në Velipoj. Kjo për shkak sepse të gjithë banorët e asaj zone janë ngritur në protestë për arsye e vetme të pronës së tyre dhe në mbrojtje sipas tyre me dokumenta të pronës që po ja u merr një investitor strategjik. Në studio kam dy banorët e rjollës, përfaqësues të dy pra këta përfaqësues të rjollit të Velipojës, e cila është zonja Luciana, faleminderit që pranuat ftesën, dhe zotëri Prekmolla, faleminderit që pranuat ftesën. E nisim me ju. Pse ka situatë e ndjeshme kjo për shkak të pronës, po ju marrin pronën dhe ju edhe keni një dispozicion edhe disa dokumenta shumë të rëndësishme. Tani ne po na merret prona me dokumentat falsifikuar, është pronë të cilën familjarët tonë e zotrojnë prej shekujsh. Këtu kam dokumenti që familja ime ka bler pronën 1930 nga familja Jukaj. Në të vërtet ata kanë qenë banor aty dhe pronar në atë troje, por me një vendim të kohës të mbretit, mbreti dha një pjesë të saj prone ja dha familjes Jukaj. Dhe gjithë fshati është detyruar ta blejë familja Jukaj pronën, pavarësisht se ata jetonin aty, pavarësisht se shfrytzonin dhe përdorin atë pronë prej vitet. Dhe disa prej atyre kishin edhe dokumenta, që tani po dalin dritë dhe dokumenta shumë të vjetra, që ne kemi qenë aty dhe para Jukajve. Dhe pas kësaj vjen tani më shumë vonë, vjen dikush në momenti që bëhet drejtor hipoteke, që krijon lidhje me politikën, vjen edhe pretendon që kjo është prona ime në bazë të disa varrezave që ndodhen aty në tokë, që janë varreza që nuk e di askush se të kujt janë, ekzistojnë hipoteza që janë varreza ciganç, por varreza që, hipoteza që përflitet më shumë është hipoteza që ato janë varreza të ushtarëve turq. Dhe ai vjen edhe thotë, këto janë varrezat e të parëve të mi, dhe me që këto janë varrezat e të parëve të mi, unë jam trashëgimtari i tyre dhe kam këtë tokën. Falsifikon dokumentet, falsifikim amator që ne kemi bërë publike her pas here, kemi vendosur ndjenjë dhe prokurorin dhe institucionet e tjera të shtetit shqiptar, falsifikime që ka bërë për t'i treguar që ai nuk ka pronë aty. Aty nuk ka ekzistuar asnjëherë, nuk e njeh askush, nuk e di askush. Ne jemi gjithë njihemi, di me njëri tjetrin, kemi lidhje farefisnore, kemi kumari, kemi ato lidhje që kanë pas gjithmonë komunitetet rurale me njëra tjetrën. Pas kësaj, këtë pronë ai e merr dhe jep një investitori, që është investitor strategjik, po lenin ndërtimit aty nuk e ka marrë si investitor strategjik, e ka marrë si investitor i thjesht për të zhvilluar një pronë private, dhe vjen edhe fillon ndërtimin. Fillon ndërtimin ndërkohë që gjithë banorët janë kundër, protestojnë, kërkojnë që gjykata të flasë, që ky shtet jap kohë gjykatës të flasë. Nuk është normale, një shtet normal, nëse ka dy palë pretendente me dokumenta të marrë nga institucionet e shtetit shqiptar të dy palët, absolutisht duhet lejon gjykatën të flasë kush është pronari i vërtet dhe pastaj të vazhdojë investimin nëse ne apo pala tjetër kush do fitojë do jetë dakord. Nuk mund ma bëjnë mua fakt kryer në tokën time ndërtimin sepse dikush tjetër ka falsifikuar letrat. Nuk duan ta ndërtoj, dua ta mbaj ashtu. Kam qef ta mbaj ashtu tokën time. Cili është dyshimi juaj për këto veprime të institucioneve? Po të gjitha këto tregojnë që korrupsioni është shumë i madh në shtetin shqiptar dhe shteti nuk funksionon fare, sepse po të funksiononte shteti, të parë që do të dëgjoheshin do ishte komuniteti. Për të marrë një lejë ndërtimi, minimumi që duhet bërë është një dëgjesë publike me komunitetin me 50% plus 1, ndërkohë që dëgjesa publike është bërë, por është bërë me njerëz jo nga komuniteti. Nuk mund të vi një nga Velipoja dhe të thojë që unë jam nga Rjolli, apo nga fshatrat e tjera rreth rrotull, apo nga Kopliku, ku është ai personi që ka falsifikuar letrat. Dhe gjithë çështja është e gjitha një kamuflim, një masakër e vërtet ndaj neve, ndaj banorëve të vërtet dhe pronarëve të vërtet asaj toke. Ndaj ne jemi bërë gjithë bashkë, po protestojmë shumë fort. Jemi takuar dhe me komunitetet tjera, nuk që kemi të vetmit, pas kemi shumë në Shqipëri si ne, komunitetet pa fund që kanë problematika me pronat. Fatkeqësia e Rjollit në këtë rast është që ka kundër dy forcat politike kryesore, edhe qeverinë dhe opozitën, dhe ka kundër edhe një prej oligarkëve më të mëdhenj të Shqipërisë.
Kjo është fatkeqësia e rrjedhit. Ndoshta të tjerët mund të kenë një mbështetje nga opozita, ndoshta mund të kenë një investitor, një biznesmen. Ne fatkeqësisht kemi një për oligarkëve më të mëdhenj, kemi edhe 2 partitë politike kundër. Dhe kjo demonstrohet çdo ditë atje, ku ne shkojmë 10 banorë në protestë, sepse 15 na e ka ndaluar gjykata që të vinë. Ne jemi 10 banorë në protestë, kemi 5-6 fugona policie, 50 polica, 10 banorë. Më është absurde ajo që shikohet çdo ditë. Kjo është si situatë e përgjithshme. Pastaj në detaje, unë edhe kemi sjellë gjithë dokumentat që kemi për të vërtetuar që ne kemi dokumenta origjinale, që jemi vërtet pronar të asaj toke, që kemi një histori dhe një rrjedhje prone, gjë që personi që ka falsifikuar letrat nuk e ka këtë. Ai pretendon ca hartat vjetra të kohës turkut, por që janë të pavërteta, pastaj pretendon një testament që hajde ta verifikojmë se e vërtet është, pastaj ka një vërtetim të 97-ës që hajde ta verifikojmë se e vërtet është, dhe shteti shqiptar, prokuroria duhet bëjë këtë gjë, të verifikojë gjitha dokumentat e tij, janë origjinale apo të falsifikuara. Është shumë e thjeshtë. Nëse ai pretendon që ka një testament të 56-ës, një ekspert do vërtetonte se çfarë viti është ai dokument që ai ka paraqitur gjykata apo vërtetimi 97-ës. Zoti Molla, a keni patur ju një përballje direkte, domethënë jo vetëm me gjykatat që keni pasur këtë, se nuk mungojnë për shkak se edhe të arrestimeve dhe ju jeni detyruar të shkoni dhe të shikoni ato që ja u kanë marrë policia, por a keni patur edhe me përfaqësuesit e këtij projekti, keni patur një përballje? Të them të drejtën, unë nuk kam pas përballje, për shembull sepse unë nuk kam pranuar që unë të shkoj në zyrën e tij kur objekti ose prona ndodhet në rrjoll. Pse unë duhet të shkoj në zyrën e tij dhe të merrem vesh me të, kur ai nëse ka dëshirë që të marrin ose të ketë një komunikim me fshatar, duhet vi te prona, te objekti. Prandaj unë nuk kam kërkuar, por megjithatë kanë qenë disa banorë të fshatit të rrjoll, pikërisht ka qenë edhe Luciana, që ajo mund ta tregojë vërtetën se si ka ndodhur aty dhe kush ka qenë prezent në atë bashkëbisedë. Takim. Po, do të ngelemi pak edhe çfarë presioni po ju bëhet banorëve në rrjoll? Një gjë, ne jemi vendosur që atë pronë do ta mbrojmë me çdo kusht. Pra, që do të thotë me çdo kusht do të shkojmë vetë plim, sepse ajo është pronë e parë tonë që ne e vërtetojmë bazë dokumentacionit që ne do paraqisim edhe këtu pranë jush, pasi i kemi paraqitur në çdo institucion të shtetit shqiptar, por me sa duket ata nuk duan që të marrin vesh dhe për çudi pak ditë përpara, 2-3 ditë përpara, kryeministri vjen edhe thotë që dokumentat e rrjollorëve janë të falsifikuara. Megjithatë unë kam sjell. Para ju shikoj disa dokumenta vërtet shumë të vjetra. Kështu që t'i them kryeministrit se cili nga këta dokumenta që unë do t'i paraqes këtu, cili nga këta mund të jetë i falsifikuar sipas hetimeve që ka bërë prokurori, siç është kryeministri. Tash i ka kaluar edhe prokuror, kështu që mbas ti prokurorit kryeministrit thojsa, cilin nga këta dokumenta quhen të pavlefshëm. Cili nga këta mund të jetë i falsifikuar, ku ne do t'i rradhisim gjithë dokumentat se e cilit është, ndoshta e ka ngatruar me të personit që ka marrë dokumenta, që ka marrë 1.500.000 m2 tokë, ndoshta e ka ngatruar me të, ndoshta nuk e ka pas për ne. Por këtu jemi për të vërtetuar dhe për të ballafaqur të vërtetën. E vërteta është sepse unë kam sjellë gjithë dokumentacionin që nga viti 1935 dhe deri në vitin 96, ku dokumentacioni i asaj kohe ka qenë në hipotekën Shkodër, jo në zyrën e regjistrimit pasurive të paluajshme. Pra duhet kemi disa data dhe disa vite që ndryshojnë nga hipotekë në zyrë regjistrimit. Pullat e vitit 96 ndryshojnë me ato pullat e vitit sot. Pra këto janë gjitha ato prova që unë tani do i vërtetoj. Keni vula të vjetra për shkak edhe të viteve? Atëherë nëse mundem unë t'i paraqes këtu pranë kamerës që të vërtetoj pullat e vitit 96. Nëse lejoni mund t'i merrni pullat, i keni pullat aty. Ato pullat aty, ato 2 pullat aty janë taksat që kur të shërben zyra shtetërore duhet të paraqes, duhet paguash edhe pullën sipas ligjit që ka qenë atëherë në 96. Duket ajo e ka pulla edhe çmimin se sa ka kushtuar. Hipotekuesi Arbensen Lim Kubrik. Do kalojmë me vonë aty, por do të kalojmë te pullat. Këto janë pullat, pra në kamerë i pat pullat, sepse këto pulla janë vitit 96 dhe atëherë ka qenë 10 lekë, pra 10 qindarka të Shqipërisë.
Edhe njana është 15 lek. 15 lek, dieta e punë se 15 lek sa ka qenë atëherë 96. 15 lek, kurse tjetra ka qenë 10 lek. Hipotekusi Arben Selim Kopliku dhe firma dhe vula. Kjo vula këtu është vul hipoteket. Nuk është vul e regjistrimit pasurive të palujshme. Pra, duhet ta ndajmë kohën e 97-s përpara 97-s dhe kohën mbas 2000-shit. Mbas 2000-shit janë bërë ndryshime sipas venimet të Këshillit të Ministrave që emërtimi hipotek të kalojë zyra e regjistrimit të pasurive të palujshme. Unë nuk e kam zyra e regjistrimit të pasurive të palujshme, por unë e kam hipoteka Shkodër. Pra që do të thotë që ky dokumenti këtu është marrë para vitit 97, sepse ka qenë hipotek. Tash i kalojmë tek megjithëse këtu kam edhe për të thënë prap, por ky është dokumenti i zotërisë që ka marrë pronën. Shikoj pulla diferenca. Shikoj e pullën Dhe sipër. shikoj që s'ka emër Do ta serioz. Shikoj e pullën sipër. Dhe ta kuptojnë çdo shqiptar që ajo pull ka dalë në vitin 2002 me një venim Këshillit të Ministrave ku ka ndryshuar pulla e vitit 96 dhe përpara 96 dhe kjo është pulla e 2002. Pra shikohet diferenca. Pra, ky është vërtetimi i pronësisë që zotëria ka fitu pronën me këtë pull dhe me këtë vull. Kjo vula këtu poshtë, ta shihni ju me sy të lirë, ju, që thot zyra e regjistrimit pasurive të palujshme Shkodër. A është e vërtet apo jo? Atëherë. Kjo vula këtu, se me pullën tash e kryjmë punë. Tani kalojmë vulën. Kjo vula është hipoteka Shkodër, dhe thot hipoteka Shkodër. Vula që unë paraqes dokumentin, kurse kjo vula këtu, kjo është zyra e regjistrimit të pasurive të palujshme Shkodër. Pra do të thotë që kjo është marrë mbas vitit 97, kurse data e marrjes së vërtetimit pronësisë nga zoti Fatmir Shpellza rezulton që është marrë me datën 6 janar të vitit 1997. E kupton që po t'ishte marrë në 97-ën kjo, do të kishte pas këto vula dhe këto pulla. Kjo është një falsifikim. Aq më tepër, unë nuk e kuptoj se si ka mundësi që të shkosh në një zyre regjistrimit pa marrim të mirë qenë. Dhe këtu mos ketë firmen dhe vulën dhe personin se cili e ka lëshu këtë dokument. Kush e ka lëshu këtë dokument? Të vërtetim pronësie që sot ky ka marrë 1.500.000 metra katror. Ore pse prokurisi kemi kërku kush e ka lëshu këtë? Cili është ai person që ka qenë regjistrues? Ka qenë hipotekus? Nuk ka rëndësi. E rëndësishme këtu poshtë do të jesh emri, siç është këtu emri Arben Selim Kopliku. Që sot zotëria në fjalë është edhe noter. Dhe un kam shkuar te ky zotëria këtu dhe i kam thënë, zotëri, ti ma ke lëshu këtë këtu. A ka mundësi të më tregosh a është e vërtet apo s'është e vërtet? Dhe ai më ka thënë, po si, dhe ky personi para 2 muajsh, nuk i ka 2 muaj, që unë e kam notarizuar dhe i kam të gjitha notarizimit. Gjitha këto i kam të notarizuar. Po s'ke nevojë pjesën e notarizimit. Ti ke një vendim gjykate, zotëria Arben Selim Kopliku është thirrë, është pyet në prokurori. Jo, është venim prokurorit. Po, për këtë gjë dhe shpreh, po e kam lëshuar këtë dokument dhe mbaj mend si rast sepse më ka bë përshtypje sepse ishte shumë bashkëpunëtor. Se mos na harro se është shumë e rëndësishme. Do të kalojmë edhe tek dokumenti i 35-sh. Tani do të gjejmë edhe se nga ka rrjedh ky dokument. Nga ka rrjedh kjo pronë, se nuk është thjesht se unë kam shkuar dhe kam marrë. Ndoshta kam pas aq shok aq miq, sa unë kam shkuar aty dhe kam marrë çdo lloj dokumentit që kam dashur siç e ka marrë ky. Sepse ky ka qenë hipotekus dhe ky ka bërë çka ka dashur vet aty. Ka marrë të gjitha llojet e dokumentave ai i ka marrë. Ka fshinj edhe kam informacion që rrjollorëve atje në Malësi se janë 2 rrjollor. Janë 2 rrjoll. Ne e kemi origjinën nga rrjolli i Malësisë Madhe. Gjitha pronat e rrjollorëve. Besoj që keni një ndarje ju që të ndajë rrjollin e Malësisë Madhe dhe atë. Po, është Velipoja. Është Velipoja me Malësinë e Madhe, për shembull, Malësia e Madhe është rreth vete. Kurse Shkodra, Nena kap Shkodra, kurse Malësia e Madhe e kap rrjollin tjetër. Pra jemi 2 qytete ndryshe. Pavarësisht se jemi një qark, por 2 rrethet ndryshme, 2 hipoteka ndryshme. Nuk është një hipotekë që thotë që hipoteka e Shkodrës përfaqëson edhe Malësinë e Madhe. Jo. Malësia e Madhe ka hipotekën e vet,
ose zyrin e regjistrimit pasurisë palushme siç e ka marrë ky zotëria se ky nuk ka ditë. Edhe ka falsifiku, po s'ka ditë me falsifiku me të gjithë vërtetën. Atëherë rjolli i Malzis atje, sipas informacionit që kam unë, ja u ka heq nga hipoteka Shkodër të gjithë dokumentacionin që ata kanë pas, që sot me shku rjoll të Malzis Madhe nga rjolli Kurtajt, rjolli atje dhe gjithë ato fshata që janë përreth rjollit atje, nuk gjinet asnjë lloj dokumentit që vërteton se këta zotërit kanë qenë pronar atje, sepse ky zotëria me sa kam marrë vesh unë dhe kam djeni unë që ka marrë 600 hektar apo dylym. Sa i kishte atje në Koplik? Jo, janë 6 dylym që do bëj paneli djellore që do bashkëpunë edhe atje. Pra, edhe atje është bërë pronar, pra. Edhe në Koplik. Ky ka marrë pronar, pas ka pas vorra atje. Dhe kalojmë edhe te vorret se është diçka që ajo harroi ta thotë se po të ishte puna për vorre, ne kemi vorre më shumë saj, sepse ne jemi sot për sot jemi 600 trashëgimtar të kësaj prone që ne po trashëgimtar marrim nga gjitha, nga nipa, mesa dhe po të marrim vorret ne kena vorre më shumë saj. Po si ka mundësi që ne kemi vorret kam stërgjyshin aty unë dhe kur vjen funi i punës, mu zotëria që nuk jeton sot më gjyqtari, ish gjyqtari që nuk jeton më, marrëzoi kërkesën me pretendimin se nuk gjej kufitarin lindor. Po s'kishte si, sepse kufitarin lindor ja kishte dhënë ti, po ky gjyqtar s'kishte se si më mallon mu dhe futi ekspertin edhe tha që shko dhe thuj nuk gjej kufitarin. Ndërkohë, vendimi i gjykatës si kufitarit i lindor 400 dynëm tokë e gjeto det kolës, kufitari lindori tij është det kola, gjeto det kola, djali det kolës, vendim gjykate që ka 400 dylym tokë me vendim gjykate të shkallës parë të rrethit gjyqësor Shkodër, nuk ja gjena në prodë. Pse nuk është marrë parasysh ky dokument? Sepse kishte pagulet Fatmiri dhe ne s'kishim pagulet. Sepse ja kishte dhënë Fatmiri ky. Nuk kishte se si ndryshe ta bante ai. Se nuk mund të jepte dy vendime, sepse kryetarja se mund thot ajo jo s'ka qenë ai Astrid. Po, ka qenë. Ka qenë kryetar tek gjyqi im, ka qenë kryetar Astrid Kalaja, kurse tek gjyqi i zotnis Fatmir Shpellzaj ka qenë kryetare Vojsava Osmani. Vojsava Osmani në gjyqin tim, po për të njëjtën pronë, ka qenë antare. Pra ky është një e papame kjo, sepse nuk mund të gjykosh ti një gjyqtar për një çështje në dy persona të ndryshëm. Ai do t'i bashkojnë bashk dhe do të thonë zotëri përplasin njëri me tjetrin me dokumentacionin që keni dhe do ta marrin ai që e vërteton vërtetën. Dhe për këtë unë desha ta filloj nga fillimi për treguar. Kjo është mund ta merrni e vitit 1935. Kjo është 91 vjeçare e vjetër dhe mund ta lexoni atje poshtë me franga ari edhe me gjitha. Dhe ky dokumenti këtu që ju keni në dorë i thonë është i falsifikuar, i thot Edi Rama. Në vitit 35. Pa, shikoje se poshtë atje se në emër të kuj është sidhen krahun tjetër dhe me franga ari lexoj atje ke franga ari që është blen nga të partë e mi, familjes Jugaj. Po, tashi problemi është to. Familja Jugaj ku morën këtë pror? Ku morën këta? Se unë ja bleva atij. Nuk e kuptoj unë se si ka mundësi që prokuroria rrethit gjyqësor Shkodër nuk ka bërë hetime se si është bërë pronar familja Jugaj. Kjo është ajo që mua më habit. Diçka desha të thosha me që nisi edhe Luciana këtu për të këtu në 2016 unë kam bërë, jo në 2016, po vit pas viti unë kam bërë disa kallëzime në prokurorinë e rrethit gjyqësor Shkodër për disa persona të cilët ka dhe falsifikime të tjera aty që do të dalin më vonë. Nuk është momenti tani se kemi ardhur për një çështje tjetër dhe do vinë momenti shpejt dhe do të qes sepse i kam gjithë falsifikimet me vendim gjykatet të formës prerë ku edhe tregojnë falsifikimet se si janë bërë me këto dokumente. Po në radhë parë do të them në lidhje me personin që në emër të tij është bërë falsifikimi. Në emër të tij, jo se e ka bërë kë. Indjeri, domethënë trashëgimtari, i pyetur se nëse ka dieni, kjo është një vendim i vitit 2016 me numër 1797, vitit 2016 nga ish prokurori Gjevahir Lita. I pyetur nëse ka dieni që babai juaj, Pjetër Lucjaku, apo gjyshi Lucjaku, të kenë pasur tokë në Pulaj apo në Rjoll, e pyet Virin, prokuroria.
Edhe I thot, më kujtohet se nuk kene pas edhe u më kë. Se këti I kanë marrë emrin nga Luc, I kanë bërë një ashtu kanë bërë lasë, nga një person që nollet në rritë të lezhës sot, që ka qenë më. Tash ja I figuron në ndrusht të Shkodrës. E ke parasysh tash. Emër për emër, pra, nga një kalon pra pasuria nga Pjetër Luciaku, që ka qenë në shojt malit Kojdeve, që ta din gjithë shqiptarët, ta din këtu nëpërmjet televizionit të vërtetën. Dhe nga një ndërhyrje, vetëm ndërhyrje që ka ndërhyr tek domethënë e ka bë A, ai ka përfituar 158.000 metër katror. Megjithatë, është pyet edhe Arben Selim Kopliku për këtë dokumentin, sepse mund kanë thënë që Prek Molla, sepse unë kam qunë prokuri dhe Prek Molla ka thënë që këtë dokumentin këtu, që unë sot po ai e kam para jush, e ka të falsifikuar, ashtu siç thotë Edi Rama. Dhe I thot, e pyet prokuria dhe I thot, në lidhje me vërtetimin e pronësisë numër me datë 31 IT 5-95 dhe vërtetimin, se kam dy vërtetimet edhe të 95 edhe të 96 me të njëjtin tekst, me të njëjtin person, por janë marrë me vite të ndryshme. 95-96. 97-ën e ka marrë ky zotnia dhe I ditë para se mu djeg arkiva. Dhe u djeg arkiva dhe se ky 97-ën ka marrë. 97-ën është djeg. Ky e ka marrë 97-ën. Po s'ka problem, se ky ka qenë I shpejtë dhe e ka shpëtuar. Po nuk ka problem. Edhe është pyetur shtetasi Arben Selim Kopliku, I cili sqaron se prej vitit 1993 deri në verën e vitit 1998 ka qenë hipotekues pranë zyres hipoteke Shkodër. Unë do ta lexoj pak ngadalë që njerëzit ta kuptojnë të vërtetën. Unë po flas të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, sepse e vërteta na çon tek ajo që e ndon shapin nga sheqeri, e ndon problemin tim me zotërinë. O është e imja, o është e jotja. Këtë po kërkoj nga prokuria. Dhe jo pa qëllim të e lexoj, me qëllimin që njerëzit ta kuptojnë të vërtetën se si është vërteta e këtij dokumenti këtu që unë sot paraqes. Ai deklaron se kopja origjinale e vërtetimit datë 31/5/95 dhe vërtetimi 4/3/96, pra të dy që I ka marrë vit pas vitit, ku është e parashkruar përshkruar bashkëpronësia e disa banorëve të fshatit Rjoll në favor të Zef Sakmirësit, Gjetolus Prelë etj se jemi bashkëpronësi, janë lëshuar premeje dhe firma që gjendet poshtë është e imja. A më kupton tash? Në lidhje me vërtetimin e pronësisë, ku është përshkruar bashkëpronësia e banorëve të fshatit Rjoll, ai sqaron se I kujtohet si rast pasi I ka bërë përshtypje se kishte shumë bashkëpronar dhe kishin ardhur disa persona nipa të bashkëpronarëve të cilët kanë kërkuar dokumente sepse donin të shesin pjesën e tyre. Pra, I kujtohet këtij zotëni shumë mirë ky çast, edhe ky rast se ka qenë I veçantë se kanë ardhur bashkëpronarë me shit një pronë të përbashkët, po dhe ky I sqaron. Dhe I thonë, deklaruesi u ka thënë duhet që prona të ndahet pastaj të shitet. Pra edhe ky ka pas edhe atë djenin si jurist që zoti shkondaje pronën, pastaj shitet. Ai thotë se është kujt u bën të këndarje? Po ajo ndahet nëpërmjet venimit gjykat, një bashkëpronësi të cilën e ke bashkë me kufitarët, të gjithë bashkë me venim gjykatët dhe pjesët takuese. Pa për këtë nuk mund të kalonte në veprimet e tjera. Pra ky e ka sqaruar dhe I ka thënë zotëri, shkoni ndanje herë në gjykatë dhe bini dakord dhe pastaj merre shitet. Pra do thotë që prona ka qenë regjistruar. Se nuk marrën këto. Ai thotë se është I sigurt se regjistri në të cilin kanë qenë të pasuritë e përshkruara si në rrallorin e pronësisë numër 280, 281 e tjerë me rrallë, 279, kanë ekzistuar, por janë djegur gjatë trazirat vitit 97 dhe sqaron se në mënyrë të detajuar se si është arritur të shpëtonin një pjesë e regjistrave dhe dokumentacionit hipotekor. Dhe këtu edhe gjatë arsyetimit e tij pranë prokurisë e ka shpjeguar se si kanë shpëtuar disa prej librave që sot ekzistojnë
Por nuk ndodhen në hipotekën Shkodër për shembull për shumë raste tjera që mund të jetë edhe korrektive që shiten për nëndor disa dokumenta. Por ata nuk kanë vlerë për arsye sepse po nuk u ulçun nga zyret e shtetit shqiptar, nuk kanë vlerë. Kjo nuk është ulçur nga zyra e shtetit shqiptar. Kjo s'ka vlerë. Dhe me këtë që s'ka vlerë, ky zotnia ka fituar 1.500.000 metra katror. Pra, nuk e kuptoj. Po të krahasosh këtë dokumentin këtu, me këtë këtu, kjo është si dita me natën. Kjo është falso që thotë Edi Rama, kjo është falso, kurse kjo këti thotë Edi Rama është e vërtet. Kjo nuk ka as vull, as pull, as gjet 96-ës dhe as kush e ka lëshu, kurse kjo i ka gjitha edhe i ka të përshumë edhe me frangarit, se sa është blej, dhe thotë Edi Rama thotë është falso. Kjo është ide e tij. Gogo Pikal bërë një raportazh dhe na pyeti ne, kishte pyetur edhe zotin Shpellza. Edhe i ka thënë për pretendimet që ne kemi për këtë dokumentin dhe i ka thënë banorët pretendojnë që dokumenti i vërtetimi 97-ës nuk ka emër dhe mbiemër të regjistruesit, të drejtuesit hipotekës, që ishte Arben Selim Kopliku në atë kohë. Dhe përgjigjja e tij ishte, po ku diun kush e ka firmos, atë mund të firmosën nga shumë persona, se nuk e firmos vetëm titullari institucionit. Nuk ka dokument që del nga institucion që nuk firmoset nga titullari. Ka thënë ndryshaj. Ka thënë ndryshe se nuk e ka kuptuar se si funksionon. Mund të ketë qenë një hipotekus tjetër, 96-ën ta ka lëshuar ty, por 98 jo, sepse zotëria thotë që un jam deri 98-ën, ti ke marrë 97-ën. Po ta kishe marrë 97-ën do të kishe emrin e Arben Selim Koplikut, e kupton? Po ai ka thënë kështu, që ti ke marrë 96-ën, unë kam marrë 97-ën, po s'ka qenë 97-ën Arbeni. Jo, Arbeni ka qenë deri 98-ën. Kështu që po që nuk e argumenton në asnjë moment. Ai është shumë ai ka i paaftë. Ai ka falsifikimet që ka bë falsifikime amatore. Dhe alibi që ai ka janë absolutisht jashtë do realiteti. E apo tregon një dokument preka. Zoja gazetare, kam edhe diçka për të vërtetuar se gjitha këto dokumente nga kanë rrill. Nga kanë rrill. Prek, këtë e ke? Që e morë me tashit arkiva të 23-shit. Jo, spikoj e ti po. Shiko tashi, këto janë dokumentet që unë paraqita këto. Tashi të t'i spikojmë nga kanë arë ta, nga cili fletë regjistrit kanë arë ta, se nuk unë mund kem shumë shoqëni, thash, mund kem shoqëri aty me Arben Selim Koplikun ose ish një tjetër s'ka problem, dhe mund të marrë kësi letër, si që ka marrë këtë zotëria. Po e vërteta është se të shkosh sot në hipotekën Shkodër, në rallorin e prëndësisë numër 480, nëse lejohet, vetëm shifja si ngjyrë, po unë 480-ën, po e citaj vetë këtu, dhe thot 480 viti 1927 është bërë pronar Musa Juka. Pra e din të gjithë se Musa Juka se qa kanë punu Jukajt në sistemin e Mretit Zog, pra ka qenë ministri i mrenshëm i kohës Zogut. Dhe gjitha pasurit e shqiptarve, ku do që kanë qenë, janë regjistruar në emrin e një personit që ka pas tagrin që të përfaqësoj shtetin. Dhe ky çdo pronë që është regjistruar në Republikën e Shqipërisë, është regjistruar fillimisht në persona me pozitë, siç janë kanë ministrat mbrëmshëm, ose një ministër ose edhe vetë mretit Zog. Pra, të gjitha këto prona të çdo Republike e Shqipërisë është regjistruar me persona fizik, të cilët kanë pranuar që në emër të tij të regjistruar prona, por të jetë pronë publike. Atëherë, zotëria në fjalë ka regjistruar pronën e tij në vitin 1927 dhe ka regjistruar me këta kufi. Lindje, pra, po të marrim pronën se ju nuk e keni parasysh pronën, por prona do të them deti është jugu, lindja është nga lindidhi dhe prendimi është nga prendidhi dhe jugu djeta e punë. Lindja është desha. Lindje thot Col Zeneli, jo Çolle, Col Zeneli. E Guriçam. Pra, Guriçam. Guriçam nëse keni qenë ndonjëherë tek Rana Hellun për me pasë si është Rana Hellun, njët me te, njët poshtë rërës, është Guriçam sa një pallat pothuajse, një pallat dy kaç. I ndarë për gjysë. Dhe ai ka marrë emrin Guriçam. Edhe thot, lindje thot Guriçam, premnim Vjermysit, u i Lundrës,
verët e baksit, se ky ka pas gjithë, ka qenë gjithë e territorit, dhe këtu ka fut ky jug deti. Se s'ka mujt me dalë në Itali, si kësë. Edhe këtu ki të dalë në Itali, po s'ka mujt me thonë në Itali, ku fizohem me Italin. Por, detin. Po të marim ta, dy lymë që ka këtu që ka shenu këtu, janë 6.000 hektar. 6.000 hektar, pra, ka këtu. Dhe nga kjo prunë këtu, që 6.000 hektar kë, na ka shit neve, në vitin 1930, 1932, 1935, ku është regjistruar me notë transkriptimit. Nota transkriptimit është njëna me numër 79.15.4.1930. Një. Është një tjetër me numër 22 i 12-it me 12.11.1930. Është një tjetër, se nuk në përkasin mua, po them shitjet që ka bërë kjo zotëria. Është një tjetër me numër 245 me datë 15 shtator, 10 më falë, 1930. Është një tjetër këtu, pastaj kalojmë tek prona tek këto që unë erdha. Dhe me datën pra këto janë transferimit që janë bërë nga kjo pronë, shitjet që janë bërë, nuk rezulton që të ketë shit jukajt në i personi tjetër vetëm fshatarëve. Vetëm fshatarëve u ka shit. Nuk ka në i person, nuk ka këtu që jukajt e ka shit. Këta pretendojmë se jena para jukajve. Okej, kjo është para jukajve. Nëse është para jukajve, atëherë këti të konë me kenë të Guriçam, të me marrën e në Ellën. Nuk ka punë këtej, kjo ka kalu në teritorin e Shkodrës, aja e Lirës. Dhe po të shkosh nga pozicioni i pronës, që është tani, ai është paktën 2.3 km larg Guriçam. Pra, në që ose ky, se në emër ti cëll zenere, e kanë ba qole këta që, e kanë ba femër këtë. Këtë qolin këto, se kjo e thotë cëll, e kanë ba femër këta, e thotë ta që e përdojë qole. Po nuk ka rëndësi. Po nëse qolja ka pas prën aty, do ta kishte pas të rana Hellën, pra kufi me gurin në qam. Jo atje ku është sot që po punohet. Atëherë, do ta lexojmë tash, unë i lexova të gjitha këta, ata që kanë, dëgjojnë këtu, dhe e dëgjojnë dhe kanë tek shtëpia, që kanë tek shtëpia këta numra rallorit pronësisë të këtyre viteve, të vinë dhe ta marrin këtë se ja jap unë të dokument që të përballen me gjykatën për të fituar pronën e tyre. Edhe kalojmë tek nota e transkriptimit pra. Ja është bë transkriptimi i këtyre pronave në vitin me datën 7 shtator vitit 1935, këta rallor pronësie. Numër 280, numër 279, numër 280, numër 281, 282 dhe 283. Këto prona janë kalu nga 480 nga posëria e familjes Jukaj dhe kanë kalu. Dhe këto këtu janë po ato, ja ku ke 279-ën, ja ku ke edhe 280-ën, ja ku ke këto. Ja ku ke. Pra janë këtu dhe sot këto. Dhe ky dokument këtu është marrur me datën 28/3/2019. Nuk është marrë. Nxirë edhe këtë. Po, e nëzora këtë, është okej. Është në emër të ashtu. Ky flet regjistri këtu. Që unë po citoj tash dhe po lexoj. Ky është marrë me datën 28/3/2019 nga arshivistja Nafie Zambaku. Unë atë ditë në studien Opinion, pikërisht për këtë i bëna fjalë. E thash, unë zotëri e kam marrë këtë që ndodhet në 2019, unë kam marrë këtë në 97-ën. Ja po ta shikoni e vetë, vulën dhe pullën se kur është marrë, ai vulën dhe firmen se kur është marrë, ja ku ke këtu. Ja ku ke këtu? Aty edhe emrin nxirren nga Nafie Zambaku. Nafie Zambaku, lexoje vetë. Dhe nëse Nafia besoj mos nëse s'ka dalë pension është përsëri arshivista aty dhe mund të thirret edhe nga prokuria se ka lëshuar këtë. Këtë dokument këtu, unë kam shkuar për ta marrë sa herë dhe nuk kam arrit për të ta marrë. Me arsyetimin sepse nuk ndodhet. Nuk ndodhet se nuk doshin këta që të na jepshin pronin. Dhe unë kisha një problem me prokurinë e rrethit gjysor Shkodër për këtë dokumentin këtu për të ma falsifikuar. Dhe shkon prokurori dhe e gjen dhe ma ka sjell ai. Këtë ma ka sjell prokurori mu dhe më ka thënë e ke nga unë këtë. Dhe unë ja kam ditë shumë për nerë dhe faleminderit për ti që bëri ditur se ekziston
ekziston regjistri dhe numri 488 vitit 1927 që është regjistruar prona e UKV. Dhe nga kjo pronë unë kam marrë të gjitha pronat që unë kam sot. Pavarësisht se këtë pronë prap që ju kajt na kanë shit, kanë shku kanë marrë prap. Prap, e kanë marrë ta, por nuk e kanë marrë të guri qam. Këta kanë ardhë e kanë marrë ku kanë dash, dhe nuk e kanë marrë me këta kufi që është tu. Këta kanë marrë me kufi të ri, me numra, numri kash, numri ash, jo, as edhe një lloj e kufirit që ndodhet tu në dokumentit të tyre nuk ka, sepse pozicionin e pronës që këta pretendojnë se e kanë, nuk e kanë me asnjë kufi përveç detin. Edhe detin nuk e kanë, sepse e kanë lënë ja 200 metra, detin nuk e kanë lënë, e kanë fut me numra parcelash. E kanë bërë si kanë dash vetë sepse Genci Ugaj ka qenë deputet i Partisë Demokratike dhe kjo kalim prone prej 943 dëllëm shtok ka kaluar në vitin 2005. E din Pavlin Zadeja, ne kemi qenë gjithë fshatarë aty dhe i kemi thënë që mos e regjistroj. Dhe ai na tha në alla fjalën që sa regjistroj. Dhe sa ikem ne me datën 2 shkurt të vitit 96 e ka regjistruar. Nuk keni ndalur vetëm në prokurorinë apo në gjykatën e Shkodrës. Keni kaluar më tej, keni ardhur, keni bërë disa protesta para dyreve të SPAK. Pse para SPAK-ut? Sepse ka qenë institucioni i parë që ne kemi drejtuar padin në vjet, në shkurt, ne kemi depozituar një padin SPAK para se të fillonte protesta në mars. Kemi shkuar edhe preka, kemi depozituar padin SPAK. Duke qenë se ne dinim që kishte inkriminum njerëz të përfshim politik, njerëz me pushtet lokal, persona nga bota e krimit, biznesmen, gjyqtar të korruptum, ekspertat të korruptum, të gjithë dhe besojmë që ka qenë një rast. Ministra, Balluku, e cila ka lëshu edhe firmen me 16, kur s'kishte drejt firmet, ka qenë një rast për të trajtu komplet nga SPAK-u. Aq më tepër, Belinda Balluku firmosi lejen e ndërtimit tashmë me... Kur ishte në nënhetim? Po, ishte në nënhetim dhe si pas kërkesës SPAK-ut ajo duhet ishte shkarku me komplet. Dhe ajo shkoj dhe lejen e ndërtimit Genërdyshit për të vazhdu ndërtimet aty. Dhe ne kena shku para SPAK-ut, SPAK-u po prap ka bët njëtën gjë, na ka delegu në Shkodër, kena bë një padin GKKO për të hap hetimet SPAK-ut, tani po presim se çfarë po ndodh me padin. Shpresojmë shumë që dhe Prokuroria e Shkodrës ta bëj punën e vet, nuk dua të vejë dyshimin asnjë nga institucionet, besoj shumë keni besim tek drejtësia se besoj. Ajo letra që ka preka aty mua më jep shumë shpresë dhe besim që drejtësia do flasë. Kjo është saktë, se tani kam bërë kërkesën që të marrë edhe Kjo letra që më afroi preka është një letër shumë interesante. Është letra shpërësime që është bërë 1946 në gjithë fshatin Malikoleve, Velipoja, Pulajt, Rjolli, Malikoleve kanë qenë në një njësi administrative në atë kohë. Dhe këtu janë të regjistruar gjetje, janë 125 krye familjar, 55 kuror dhe 894 frymë. Këtu në të gjithë banorët të Rjollit e kena emrin që na është marrë prona nga koha diktaturës, na është marrë prona nga shteti komunist, është shtetzuar, është përdorur për interesa, dhe është origjinale, është marrur nga avokatura e shtetit në një proces gjyqësor. Në arkivi çfarë ku shkoi? Po që e ka nxjerrë avokatura e shtetit. Kështu që kjo është origjinale, është përdorur në procese gjyqësore, preka ka në nëzotrim dhe ja u ka vënë në dispozicion të gjithë bashkëfshatarëve, kush të ketë nevojë për me nxjerrë emrin e vet, për me pa se çfarë pronash kanë pas. Gjithashtu. Shkote numri 37 rëndor aty dhe shefe 37 kaloi dhe flet. Sepse unë kam shkuar kam marrë vetëm. Shikoj gjyshim 37. Po 37, ndue dot Ndoka, se nuk e lexoj dot. U kam lexuar vetëm atë. Po, kam lexuar vetëm atë Gjeto Det Kola që është pjesë e familjes teme dhe kam marrë. Numri 44 është Gjeto Det Kola, është gjyshi i burrit tem dhe është prona që është marrë, prona që është dhënë nga diktatura, janë të gjitha me inventar të saktë të përcaktuar. Tash në vendimin e gjykatës që ka marrë tokën Fatmir Shpeza pretendon që unë kam marrë këtë tokë se ja ka marrë shteti i diktaturës të parëve të mi. Po mirë më zoti Fatmir, nëse të partë tu kanë jetuar në Rjoll të Velipojës dhe pas kanë pas 1500 dëlum, si ka mundësi që në këtë listë nuk e kanë askon emrin? Vetëm kaq. Ja kena kërkuar na trego këtë dokumentin në gjyq, jo po nuk e kam më kështu, nuk e kanë nxjerr. Ja kena kërkuar në opinion, nuk e kanë nxjerr.
Pra ai nuk e ka, sepse nuk është në këtë listën. Këtë nuk e falsifikon do të ma, sepse është dokument që sot është në arkiva, ne kena kopje, nuk mund ta falsifikojnë ma. Dhe nuk e ka. Është origjinale, është lëshuar nga Sepse ai pretendon që ka më bën një testament për të marrë këtë pronën që kanë marrë të parë të shtetit diktaturës, po të parë të tij s'kan jetuar në Rrjedhë Velipojës, nuk kanë pas asnjë lidhje me Rrjedhën e Velipojës. Ai ka gjetë një emër Çol Zeneli, e ka modifikuar, e ka bërë Çole Zeneli dhe ka pretenduar që të kalojë që gjasme Çole Zeneli pas kalon trashëgimia Tina, por ka bërë një zhvendosje pronës prej 3 kilometrash, që gjitha këto janë fakte që prokuria duhet me i pa dhe me na dhanë të drejtën, mos me na lanë në gjithë këtë zallamohi ku jena sot, as mos me pru policë të shtetit mu përballë me ne, dhe ati zotëris me thamë, për të herë në loj punimet se ta banor kanë diçka që kanë të drejtë, kur të dalin e drejta, në qëse bin dakord vazhdo punimet. Se investimi ti nuk pret, investimi bashkimullës nuk pret, po toka jeme, po drejta jeme, prit ka drejta jeme, investimi ti nuk pret dot. Ju do jeni dakord nëse do u zhvillon të zona, se do jepit e zhvillim? Ne përdesa kena shku e kena taku, nuk e kena asnjë moment kundër zhvillimit edhe kundër investimit, ama nuk mund është ti me investu tokën teme, me zhvillu tokën teme pa mua. Pa ju thjesht do një vlerësimin për tokës tuaj? Absolutisht, vlerësimin real të tregut. Na kanë qytë dhe job venca, nuk e di pse. Jena job venca sepse kërkojmë pronën e gjyshëve tonë. Këtu jam në job venca, se unë po kërkoj pronën e të parëve të mi, që unë do t'ja qoj atë amanet që ata kanë ble, unë do t'ja qoj në deri në fund. Deri në fund, ku nëse nuk do t'kishte zgjidhje brenda... Pa tjetër, se në qose ka zgjidhje, në qose ka marrëveshje, pa tjetër që... Pra fundi është ku t'ishte fundi? Fundi është kur ka marrëveshje dhe ka mirë kuptim, ose do të shpret gjykata. Nëse gjykata shpret, aty që prek molla i ka falso gjitha këto që unë paraqita këto, unë të rriqem për momentin, sepse unë nuk do të rriqem deri në Strasburg. Unë do t'i shkoj deri në Strasburg. Këta ja u premtojmë fshatarëve të mi që këta unë do t'a baj. Sepse unë e di që këto letra i kam gjyshit, e ka rrujt gjyshim 91 vjet e ka rrujt të shtëpia këtë letër. Dhe këta ma nxjerrin tash i falso këta Edi Rama. Po Edi Rama a di pse nxjerr falso? Nxjerr falso sepse aty ka vllaja e tij është aksioner në atë Blueborg. Gjithashtu edhe Sali Berisha nuk flet. Pse nuk flet? Sepse djali i tij është aksioner. Ju kemi parë duke për të ndalur këtu tek opozita dhe qeveria. Ju më larg se sa dje në mbrëmje, pra në orën 17 ishte parlamenti, ju ndërkohë po zhvillonit një protestë përpara parlamentit. Ju nuk keni mbështetje as nga qeveria, as nga opozita. Si do t'i jepet zgjidhje sipas jush? Zgjidhja jona shumë... Një farë mënyrë ju keni akuza se ka ndikim politik në këtë çështje. Po patjetër. Dhe mbështetje. Jo ndikim, por janë dy forcat politike më të forta në Shqipëri, njëna opozit dhe tjetra pozit, të cilët ata janë kundra nesh. Për arsye sepse njëni është vllai i kryeministit që është aksioner, kurse tjetri është djali i Sali Berishës. Pra, si mund ecim ne përpara? Unë e di që Edi Rama e ka thënë atë sepse për të vërtetuar se janë falso, se janë falso nuk është kompetencë e tij. Është kompetencë e prokurisë dhe prokuria e çon gjykat. Dhe as prokuria nuk është kompetent. Është gjykata ajo që vendos nëse këto dokumenta janë falso apo jo. Pra, ky ka luajtur rolin e prokurorit dhe e ka thënë këtë fjalë që janë falso, me arsyetimin që mos u lodhni se unë shteti. Unë jau qes falso, unë ju ndryshoj emrin nga prek ta baj gjën, ta baj palok, ta baj ke parasysh ky ka forcën, aq forcë mendon ai se ka, por jo, unë i them kryeministit, jo kryeministër. Unë po ta them këtu para jush që rrjollin nuk e nënshtron. Nuk e nënshtron tek pronat. Ti e ke nënshtru dhe i ke mbyll gojen. Jo vetëm rrjellorëve, u ka mbyll gojen gjithë shqiptarëve. Gjithë shqiptarët flanë gjumë. Atje nuk dalin për naftë, a këtu nuk vinë për pronat vetë. Sot e ka rrallën rrjolli, nesër e ke te. Bregdeti është 280 km vi bregdetare që ka Republika e Shqipërisë, ku shumë shtete do ta kishin lakmime pas këtë pasuri që ka. Sot ka filluar nga Variu që është rrjolli. Para pak ditësh është caktuar edhe një tjetër firmë në Velipoj, që do të fillojnë punimet në Velipoj. Ku do të marrin marë, ku do të vinë në Lezhë, pastaj në Tale,
në ku di unë në Durrës e tjerë, gjithë Mbrëmjen e djeshme kishte edhe nga Pogradeci për shkak të një parku fotovoltaik që do t'u ndërtonte. Po merret kullota komplet. Po ky s'do të lënë gjoma. Ky s'do të lënë gjoma. Ose mendon që është në ikje dhe po grabis çdo gjë që ndodhet në Shqipëri që është e vlefshme, ose ky mendon se do të ecin si Enver Hoxha derisa sa ka ecë para arsit i tij, domethënë ky zotëria, ky është trashëgimtari i tyre. Ç'a presim ne? Kur feston ditëlinjën e Enver Hoxha, ç'a presim ne prej tij? Ç'a presim ne prej tij? Dhuna e policisë në Rjoll u pa haptas, keni qenë edhe ju që jeni ndër të parat ose në vijën e parë mund ta quajmë. Po ka qenë një dhunë që është ushtruar nga policia private e Breçani Security, që sipas informacioneve që kam marrë në momentin që ka efektiv të shtetit, policisë shtetit, policia private është fishet nga gjitha atributet dhe është thjesht një qytetar i Republikës Shqipërisë. Nuk ka të drejtë as nxjerrje shkop gome, as të përdorë armë, as asnjë gjë. Ju ndërkohë ishit thjesht si person dhe nuk kishit asgjë me vete që të sulmonit policinë. Nuk kishim asgjë dhe ne u kërkuam vetëm largoheni. Na largoni sepse disa ditë më përpara një prej policëve të Breçani Security sulmoi një prej djemve tonë, 19 vjeç, e gjyti me grusht, tjetri në rrëzoi për tokë dhe po gjunte me shtjelma. Dhe nga ajo ne ishim shumë të irrituar se tash atë erdhi dhe e gjyti në tokë gjyshit vet. Ai Breçani Security merri rrogë dhe vjen edhe sulmon një person në pronën e vet. Dhe normalisht ishim shumë të acarum, të gjithë banorët ishin shumë të acarum dhe ju kërkuam me mirë kuptim largoheni. Është shumë e qartë në kamera, ka shkupra këtu e thonë, ikni prej këtu, ata banë një rezistancë, pastaj turma nuk u përmajt ma dhe filloi u përplasë gjitha. Kena kanë me prekën tu munu me inalu, tu munu me nda, ina procedu të dy për këtë gjë, sikur kena organizu, sikur kena protestu. Si organizus protestës. Ti pate fat se ishe femër edhe... Edhe të liruan. Unë lirova vetëm sepse kisha djalin 2 vjeç në shtëpi dhe të rregull mirë kuptim për të liruar. Kjo ishte mënyra më e durë e policisë për të na hequr ne nga vendi ku po protestonim. Dhe kështu që ata përsëri ata presin momentin që ne të bëjmë një gabim që ata të na pengojnë. Unë tani po presim sepse kemi bërë edhe ankimin në gjykatën e apelit. Sepse jemi edhe drejt fundit. Pa, në gjykatën e apelit ku kërkojmë të heqin në masë sigurisë, të paktën një në masë sigurisë, siç është ajo e bllokimit për të mos shkuar tek pronajë. Nëse do vazhdoni të përshkallëzoni protestën, nëse nuk do të kishit një zgjidhje si nga ana politike, si nga ana e gjykatave, dhe si shikoni njerëzit, pasi ju jeni bashkë me pronarët e tjerë, mund t'i quajmë, si janë emocionalisht? Ka momente që demoralizohen, sinqerisht demoralizohen, shikon që ke gjithë shtetin kundër, shikon që ke policin kundër, që sulmosh nga policia, kjo drejtësia që po vonon, të gjitha gjërat janë faktorë që demoralizohen. Mbështetja më e madhe dhe forca më e madhe për ne është drejta, që besojmë fort që jemi në drejtën tonë, amaneti të parëve dhe mbështetja gjithë shqiptarëve. Është një faktor i pakundërshtueshëm që në çdo postim që bëhet për Rjollin, 90-95% e komenteve janë pozitive ndaj banorëve të Rjollit. Të vetmet komente negative që ne kemi janë disa adresa false që hapet mirë shpeza me shokët e vet, me patronazhistat e Genërdyshit, për të treguar që gjasmë dhe ata kanë mbështetje. Kaq janë komentet pozitive dhe hapi ato komentet negative, shikoj adresat, nëse nuk të dalin falso, këtu jemi. Pikërisht për këtë je këtu sepse i ka pa komentet edhe ka pas vërtetën se si është vërteta se ka thirr kot. Për protestën e dieshme, duke qenë se nuk ishte vetëm Rjolli, ishte Durrësi, ishte Kurdaria, ishte Gjorica, ishte Zallgjoca, ishte Burrasi, Pogradeci, Ballshi, Borshi, kanë qenë shumë komunitete që kanë të njëjtin problem. Në mënyra të ndryshme po zaptohet prona shqiptarëve, po merret për interesat e një grushti njerëzish dhe po i prishet jetesa shqiptarëve. Për shembull në Kurdari kam qenë veti, kam takuar ata banorët që jetonin me bujqësi, të ndershëm, të pashtë, aq njerëz, për ata njerëz kemi nevojë. Për ata njerëzit e thjeshtë që punojnë me ndershmëri. Dhe këta duhet t'ju marrin ujë. Ata jetojnë me ujë, me bujqësinë. Nëse merret ujë, ata nuk mund të prodhojnë, nuk mund të jetojnë më. Dhe ju ngelet e vetë me alternativë që t'iken. Kjo është hapi radhës për shpëpullu Shqipërinë, na hoqën arsimin, na hoqën miksin, na hoqën drejtsin, po na marrin edhe pronën, jetesën edhe ikni gjithë edhe të sjedhin këta këtë dumë. Po pse kush ka me këtu? Për ta mbyllur një thirrje ndaj autoriteteve tona? Unë i them Ministrisë Drejtësisë që po i drejtohen për herë të parë Ministrisë Drejtësisë që të kërkojnë për shpejtimin e venimeve gjykatëse edhe hetimit të prokurisë për të kërkuar që sa më shpejt të dalë e vërteta që edhe ai zotëria që është duke punuar të punojnë i qetë nëse i dalin të vërteta,
ose ti thot atij zotërisë, stop, sepse kjo pronë është me konflikt dhe konflikti sipas dokumentat pronësisë është i filanit, o imi ose ai ti, unë nuk paragjykoj, unë i jap dorën cilit do që t'i dalin dokumentet e rregullta, unë i jap dorën, sepse do të mendohem sepse edhe në atë kohë gjyshim pas ka falsifiku dokumentat në 35-ën, pra do t'i thirrë mendjes unë. Ose do më japi dorën mu sepse ai ka pa falsifikimin. Ai nuk ka forcë, nuk ka respekt për veten, për familjen e vet, që të dalin t'i përmendet emri si një falsifikator, të cilit e mallkojnë të gjithë popullin i Rriollit dhe nuk vjen me drejtën e Zotit me thonë, zotëri, kam gabu, si veprohet. Kaq që kërkojmë prej ti. E vërteta është e vërtetë dhe e vërteta del. Zoti Molla, ju falenderoj shumë. Faleminderit zonja Boka. Miqtë e Fax News, kjo ishte hapësira e intervistës për ditën e sotme. Ju ftoj që të qëndroni në Fax News bashkë, mirupafshim.